Avokati ish presidentit Ilir Meta, Kujtim Cakrani, në një konferencë për shtyp u shpreh se dokumenti i publikuar nga Partia e Lirisë në vitin 2015 tregon një skenar të montuar për implikimin e tij në aferën Çezdia. Ai vlerësoi se hetimi aktual i SPAK duket si një vimësi e këtij plani të vjetër, i cili synonte diskriminimin dhe penalizimin politik të ish presidentit. Cakrani shtoi se dokumenti i vitit 2015, një shkresë e ish kryetarit të Komisionit të Sigurisë Kombëtare, Spartak Brao, tregon se deputetët Tom Doshi dhe Drejtan Prifti tentuan të përfshinin Vojsava Ismailajn, bashkëshorten e Kastriotit Islamajt, për të prodhuar akuza ndaj Metës në këmbim të lirimit të bashkëshortit të saj. Ai theksoi se këto veprime, sipas shkresës, përfshinin edhe pretendimet për ndërhyrje të jashtme dhe një interes të supozuar të ambasadës amerikane për eliminimin politik të Metës. Kallëzimi penal ndaj zotit Meta është i kallëzim i cili i pabazuar në asnjë provë, në asnjë fakt, në asnjë dëshmi dhe në asnjë akt zyrtar, pasi vërtetohet qartë që ka qenë një kallëzim i stisur, një kallëzim i cili nuk ka patur për qëllim as për zbardhjen e ndonjë korrupsioni, po ka patur për qëllim thjesht vetëm për të penalizuar zotin Meta. Kjo ka qenë e gjithë hyrja për sa i përket Çezdias. Çezdia, të dashur një që na ndiqni, është është kallëzuar në grup si zoti Berisha, zoti Ridan Bode, pra i gjithë mund të themi qeveria e KOS që ka lidhur e kontratën ndërmjet skeshit të KOS edhe kompanisë çeke Çezit. Është shkëputur nga gjithë kjo histori, është shkëputur vetëm zoti Meta, për të cilën ju duhej edhe klaneve, jo vetëm shqiptare, po edhe të huaja, për ta penalizuar dhe për ta anatemuar më pas dhe ta nxjerrin si personit të korruptuar. I përmendëm të gjitha këto momente që në fakt nuk janë momente shumë të rëndësishme për ata që kuptojnë nga jurisprudenca, sepse kallëzimi i zotit Meta nuk ka qenë thjesht një kallëzim i personave që kanë ndjeni, por ka qenë një kallëzim i cili ka patur një prapavi politike dhe ashtu vazhdoi edhe regjistrimi penal, ashtu vazhdoi më pastaj edhe arrestimi dhe ndjekja apo akuzat e montuara prej prokurisë posaçme. Avokati Kujtim Cakrani kujtoi gjithashtu se Meta kishte vepruar me kallëzim penal ndaj zonjës Ismailaj në vitin 2014 për keqpërdorim të thirrjeve telefonike, kallëzim i cili më pas u pushua për shkak të amnistisë të vitit 2016, duke treguar se çdo përpjekje për ta implikuar ish presidentin është e pabazë.